إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirur për të keqen nefsit tonë. Atë që Allahu I lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çojë në humbje. Ndërsa atë që lë në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu I lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, o besimtar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke I respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndarshëm, Allahu I lartësuar në librin e Tij fisnik, Kur'anin famlar, përmend ajete në të cilat besimtari e gjen ngushëllimin, e ngushëllon zemrën e Tij, e gjen shpresën, e në disa ajete friksohet nga dënimi I Allahut të lartësuar, e në disa ajete tjera I shtohet madhërimi për Allahun e lartësuar. Mirë po, janë disa ajete kur besimtari I lexon ato, ndalet I turpruar para Allahut të lartësuar, e ul kokën e Tij nga turpi, edhe thot: "O Allah, më fal, o Allah, kërkoj faljet e Ti. O Allah, te Ti pendohem. O Allah, mi mbola lëshimet dhe temetat e mia." Cilat janë ato ajete? Janë ato ajete ku Allahu I lartësuar Ti përmend mirësitë që Ti ka bë, ndërkohë që ato mirësi I ke kërku në lutjet tuaja dhe pasi që Ti ka dhënë, I ke keq përdor. I ke keq përdor duke I vënë në shërbim të Allahut të lartësuar, duke mos u tregu falendërues ndaj Allahut të lartësuar. Allahut I takon shembulli më I lartë, mirë po vetëm sa për afrim, që ta kena parasysh se si I bjen një veprim I joni që nuk është I rrallë. Ta zemi ka ardhur një I varfër, një nevojtar tek ti, dhe të ka kërku ndihmë, dhe ti ja ke zgjat dorën e ndihmës, I ki ndihmu me të holla, ja ki largu ndonjë bërç, ja ki gjetë ndonjë zgjidhje, dhe ja ki bëu disa të mira. Dhe pasi që ja ki bëu ato të mira, ai personi, çai nevojtari, I varfri, pasi që ti I ki bëu mirë, kthehet dhe të ofendon. Kthehet, jo që të falendron, të ofendon, të shan, të fyen, dhe mundohet që të bëj keq. Në ato raste, si do të ndjeheshim ne po të ishim në pozitën atij që I bën mirë dikujt tjetër? Patyshim, do të na merrte hatri. Dhe hatri do të mend, kish me të met hatri, jo për të mirën që ja ki bo, se ato I ki bo për Zotin, po qysh tash masi ato të mira që ja ki bo, po ta kthen me të keqe. Po ta kthen me të keqe, jo që po të falendëron, jo që nuk po të falendëron, po ta kthen me të keqe, po të fyen e po të ofendon, dhe po të mundohet me të bodam. Kjo vetëm sa një shembull I praafërt që mund të na ndodhë në jetën e kësaj bote. Ndërsa ne vllazën, në raport me Allahun e lartësuar, në raport me begatitë e Allahut të lartësuar, shpesh sjellemi
sikurse ky personi që i ka përbuz të mirat e tij, që i ka përbuz të mirat e atij bamirësit, që ja ka kthy me të keqe, jo që ja ka falendëru, po ja ka kthy me të keqe. Shpesh vllazën ne ndodhemi në këtë pozitë. Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për të mirat tona. Allahu është ghani, është më i pasuri, është i pavarur prej krijesave të tij. E falendëruam ne, apo e mohuam, Allahu të lartësuar nuk i shtohet pushteti dhe as nuk i paksohet. Vazhdon me qenë El Ghani, siç ka qenë El Ghani, i pasuri, i pavarur, që nuk ka nevojë për krijesat e tij. Ne jemi fukara, ne jemi ata nevojtarët e mëdhej për Allahun e lartësuar. E Allahu i lartësuar shembullin e këtij personi që ja kthen me të keqet e mirat e ka përmendur në betejën e Uhudit. Kjo betejë që ka qenë ndër betejat më të rëndësishme në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe muslimanët i kanë marrë mësimet më të mëdha në këtë betejë. Kjo betejë ka përfunduar dhe gabimtarët prej atyre sahabeve janë penduar dhe janë përmirësuar dhe Allahu ja ka pranuar pendimin. Mirë po Allahu i lartësuar e ka sjellë shembullin e tyre që ta marrim ne për shembull në jetën tonë. Çka ka ndodhur në betejën e Uhudit? Në betejën e Uhudit që ka ndodhur pas betejës së Bedrit me një vit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjon që kurajshitët janë tubu dhe janë mbledh që mila hesapet me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe me muslimanët mi u hakmar për betejën e Bedrit. Dhe nisën ata me një ushtri të madhe prej 3000 personave dhe mrinë në Medinë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rreshton sahabët dhe i vendos disa shigjetarë në kodrën e shigjetarëve në kodrën e Uhudit, siç njihet edhe sot kodra shigjetarëve. Dhe ju thot dhe i porosit, ju jep një urdhër, dhe ju thot mos lëvizni nga vendet e juja. Fituam apo humbem, ju mos lëvizni nga vendet e juja. Për detyrë është që të qëndroni roje në këtë kodër. Dhe sahabët në fillim e kanë pa që besimtarët janë ka fitoj. Dhe e kanë pa që besimtarët në fillim të betejës për një majën kohë nuk e fitu. Dhe i kanë njek jo besimtarët në atë bukë. Dhe ata i kanë shurë shpatat dhe të ikë me të katrat. Dhe kanë mëndu besimtarët, sahabët në atë kohë, edhe shigjetarët që fitun, marri lufta, ndërkohë e kanë harru urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos lëvizni edhe qoftë se na shehni të shtrirë në tokë, që kemi vdekur të gjithë, dhe kanë ardhur shpezët duke i nai hongër kufomat, mos lëvizni nga vendet e juja. Pra ka qenë urdhër shumë i rëndë, urdhër i theksuar me disa përforcime. Po, i mashtroi shejtani dhe e paën që plaçka e luftës ka filluar mu përhap në betejë dhe e mësyn që të shkojnë të marrin edhe këta nga plaçka e luftës. Dhe Allahu i lartësuar i qorton. I qorton ata sahabë që pastaj ata pendohen dhe ja pranon Allahu i lartësuar pendimin, po na qorton edhe neve, se edhe ne sjellemi jo rrallë, sikur se këta shigjetar. Cili është ajeti? Është ajeti në surën Ali Imran. Thot Allahu i lartësuar: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Thot Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar e ka mbajtur premtimin e tij. Kur ju i shpërët dhe i njekshit jo besimtarët dhe e pa që jeni duke fitu me lejen e Zotit. Mirë po, u kacafytet me njëri tjetrin. E thyet urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që Allahu i lartësuar ja u mundsoi që ta shehni fitoren në sy të juj, fitoren e kishit në dur të juja, po për shkak të grindjes, përçarjes në mesin e juve dhe kundërshtimit të urdhrit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që është kundërshtim i urdhrit të Allahut të lartësuar, ju erdhi humbja. Minkum me yuridu dunya. Për ju ka ata të cilët e dojnë jetën e kësaj bote. Wa minkum man yuridu al-akhirah, e për ju ka ata të cilët e dojnë ahiretin. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin. Pastaj Allahu për t'ju sprovuar bëri që të zmbrapseni para armikut.
Armiku, keni parasysh Kurajshitet, kur e panë që shigjetarët e shumë pozicionin e tyre, ju shkuan mrapa dhe filluan t'ju shkaktojnë humbje të mëdha muslimanëve. Dhe pastaj Allahu i lartësuar përmbyll këtë ajet dhe ju thotë që Allahu i lartësuar jo ka falë lëshimin e juaj, jo ka falë gabimin që e keni bërë. Allahu është i gjerë në mirësi për besimtarët, ka mirësi të madhe për besimtarët. Pse është i rëndësishëm ky ajet, vëllezër dashur, që ta lexojmë? Pjesa e ajetit ku Allahu i lartësuar thotë, ku Allahu i lartësuar na thotë minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Për jush ka ata të cilët e dojnë jetën e kësaj bote dhe për jush ka ata të cilët e dojnë ahiretin. Dhe pjesa e ajetit ku Allahu i lartësuar thotë wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dhe i bët Allahu të lartësuar gjuna e kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pasi që ja u dha begatin që e lypshit. Lazën, ky ajet na bën neve mi ul kokën prej turpit prej Allahut të lartësuar. Sa herë ne i kemi kërkuar Allahut të lartësuar dhe Allahu i lartësuar ne i ka përgjigj lutjet tona. Ne i ka plotsu kërkesat tona. Ke kërku bashkëshorte, Allahu i lartësuar të ka dhënë. Ke kërku fëmijë, Allahu i lartësuar të ka begatu. Ke kërku punë, Allahu i lartësuar të ka dhënë punë. Ke kërku që Allahu i lartësuar me t'i mundësu mi la borxhet dhe Allahu i lartësuar ta ka mundësu mi la borxhet, të ka begatu në pasoni. Dhe këto mirësi pastaj je vendosur në sprovë, pasi që t'jen plotsu. Se sprova fillon jo vetëm kur sprovohesh me të marrë disa begati. Sprova e vërtet është kur Allahu i lartësuar t'i jep disa begati dhe pastaj sprova është se qysh po i përdor ato begati. Apo i përdor në nështrim ndaj Allahut të lartësuar, apo po i përdor në kundërshtim të Allahut të lartësuar dhe pejgamberit të tij. Sahabët, të cilët Allahu i lartësuar ja u fali gjunahun dhe ja u pranoi pendimin, pasi e lëshuan pozicionin e tyre, muslimanët besuan humbjen në atë betejë. Madje shumë nga sahabët ranë dëshmorë në atë betejë. Ra Hamza, ra Musab ibn Umeri, u plagos pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Aq sa edhe mburoja, pjesët e mburojës i hynë në faqet e tij dhe u deshtën sahabët që me dhëmt e tyre t'ja largojnë nga fetyra. Pra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u plagos dhe shumë nga sahabët e tij, nga shokët e tij ranë dëshmor. Allah i lartësuar na tregon që gjunahet kanë pasoja. Kanë pasoja në jetën e kësaj bote, po edhe në botën tjetër, nëse ne nuk kërkojmë falje dhe nuk pendohemi tek Allahu i lartësuar. Andaj, Allah i lartësuar na thotë: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo begati që e keni prej Allahut të lartësuar. Pa përjashtim. Që të gjitha. Sa hap e mbyll syt, nuk ndodh ti me bën ndonjë lëvizje vetëm se je i zhytur në begatitë të Allahut të lartësuar ndaj teje. Andaj, ku vëhesh në sprovë? Në sprovë, në provim je se qysh po i përdor këto begati. Shëndetin, të cilën Allah i lartësuar ta ka dhënë. Qysh po e përdor këtë shëndet? Apo gjen komi u bind Allahut të lartësuar apo jo? Pasunin të cilën e ke. Fizikun, fuqinë e trupit të cilën e ke dhe me të cilën e fiton pasunin prej Allahut të lartësuar. Që edhe shëndetin, edhe fuqinë e ki prej Allahut, po edhe atë pasuni që e fiton e ki prej Allahut. Qysh po e përdor? A nuk po gjen komi u bind Allahut të lartësuar, edhe pas gjithë atyre begative të cilët Allahu i lartësuar t'i ka dhënë? Kjo është sprova. Dhe kështu janë sprovuar edhe sahabët. Dhe kështu janë sprovuar dhe vazhdojnë mos provu të gjithë njerëzit. Se ato lutje të cilat ja ki drejtuar Allahu të lartësuar, pasi që Allahu i lartësuar t'i ka plotsu, qysh po i përdor? Familjen, fëmijët, apo kujdesesh për edukimin e tyre, duke marrë pjesë së bashku me ta në mësimin e fesë, e në bindje ndaj Allahut, e në mësim të Kuranit. Pasunin të cilën Allahu i lartësuar po ta ka dhënë dhe po vazhdon me ta jap dhe me ta shtu, apo ndan pak prej saj që ta ndihmosh fenë e Allahut, ta nxjerrësh zakatin, të kursesh për me shku në haxh. Gjitha këto janë sprova se apo i kalojmë apo nuk po i kalojmë. Allahu ndashëm tregon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për 3 persona nga Benu Israilit të cilët qenë sprovuar. Dhe sprova atyre është shumë ngjashme me të gjitha sprovat të cilët ne i kemi. Mirë po duhet ta lexojmë ashtu qysh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam
na ka e lexu dhe na ka shpjegu. Kanë qenë 3 persona të cilët qenë sprovuar me sëmundje të ndryshme. Njëri ka qenë me sëmundje të lëkurës, lepros, dhe tjetri nuk ka pas flok, nuk ka pas ime mbi kokë, ka qenë sprov për atë kohë, dhe gjithashtu tjetri ka qenë i verbër. Dhe shkon një melek të cilën Allahu i lartësuar e urdhron dhe tek secili ja u bën nga një ofertë, se çka po kërkojnë nga Allahu që Allahu më dhon. Dhe gjithë secili prej tyre e kërkojnë shërimin prej asaj sprova me të cilën kanë qenë dhe kërkojnë nga begatia, që t'ju shtohet pasunia, t'ju shtohet bereqeti. Dhe Allahu i lartësuar të parit ja plotson dëshirën, e shëron nga sëmundja e lëkurës, dhe të tjetrit i kthehen flokët, dhe të tjetrit i kthehet shikimi dhe shikon me sytë e tij. Dhe këtu fillon sprova. Pas një kohë, Allahu i lartësuar e dërgon përsëri atë melek në formën dhe në gjendjen në të cilën kanë qenë të sprovuar ata 3 persona. Njëri me sëmundje të lëkurës, tjetri pa flokë dhe tjetri i verbër. Pra në 3 rastet ju shkon meleku gjithë secilit. Dhe ju thot meleku ndihmom për atë, për Allahun, i cili ta ka kthy shikimin, ta ka shëruar lëkurën dhe ti ka kthy flokët. 2 të parët sprovohen dhe ngelin në provim. Dhe thojnë jo, une këtë pasuni, une e kom fitu. Edhe e mohon gjendjen e kaluar në të cilën ka qenë. Përveç i verbri, sprovën më të rëndë që e ka pas. Thot, merr shka dush, e lë shka dush, se kreti kam prej Allahut të lartësuar. Allahu është ai që mi ka dhonë, dhe Allahut nuk kursej kur gjo për Allahun e lartësuar. Dhe kë e kalon provimin dhe lutet ai melek me urdhrin e Allahut që Allahu t'ia shtoj dhe t'ia ruaj pasurinë, dhe me të është i kënaqur, ndërsa 2 shokët e tij, i sprovuari me lëkurë dhe i sprovuari me flokë, të cilët e mohojnë begatinë e Allahut të lartësuar, ngelin në provim dhe dështojnë dhe falimentojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj vllazën, kur dikush vjen me na kërku ndihmë, kur dikush kërkon mi asgjat dorën, mos e harro gjendjen në të cilën mbas e ke qenë në të kaluar. Mbas e ke qenë i varfër, mbas e ke qenë i smur, mbas e ke qenë i pamartuar e pa fëmijë. Falëndero Allahun e lartësuar, vendose në shërbim të Allahut të lartësuar dhe fesë së tij. Mundohu që ato begati të cilat i ke, ti përdorësh që të afrohesh tek Allahu i lartësuar dhe të falënderosh në mënyrë që Allahu i lartësuar të t'i ruaj. E fillimi i falënderimit është e para, t'ia atribosh Allahut të lartësuar me zemër, ta njohësh që këto begati dhe këto mirësi i ke për Allahut. E dyta, të falënderosh me gjuhë, duke thënë elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, duke i përmend në çdo vend këto begati që i ke. Dhe e treta, të falënderosh përmes veprave. I'malu ala Dawud shukra. Allahu i lartësuar i thot, bëni falënderim. Tregohi falënderues me vepra o familja e Davudit. O familja e Davudit, dhe kështu na drejtohet të gjithë neve kur Allahu i lartësuar kërkon që të falënderojmë përmes veprave tona. Allahu i lartësuar thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid." Kur Allahu i lartësuar njofton dhe jep urdhër që nëse ju tregoj falënderues dhe mirënjohës, unë do t'ja ushtoj mirësitë dhe begatitë e mia ndaj jush. E nëse ju më hani, dijeni se ndëshkimi i Allahut të lartësuar është i ashpër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selamet dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allahu ndoshtem, Allah i lartësuar kërkon nga ne që begatitë të cilat i gëzojmë, që të tregojmë për ato begati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Me begatitë të cilat Allah i lartësuar të ka begatu, trego dhe njoftoj. Përse t'ju tregosh të tjerëve që i ke ato begati, sidomos të afërmeve, të dashur të familjes tënde, që mënyrë që nëse je i pasur dhe ke ndonjë të afërm që është i varfër, t'ia zgjatësh dorën me sadak, ti huazosh borxh e kështu me radhë t'ju zgjatësh dorën, nga se kjo është nga pjesa e falënderimit të Allahut të lartësuar për begatitë që i ke. Pastaj ti ndihmosh të varfrit, ti ndihmosh nevojtarët, po më kryesore vllazën është që jo vetëm për pasuri të falënderosh, por të falënderosh për udhëzimin që ta ka dhënë Allahu i lartësuar. E ky udhëzim për më falënderu
kërkon që vazhdosh t'i bindesh Allahut të lartësuar, duke e fal namazin, duke ju bindur Allahut të lartësuar në faljen e namazit, nga se përderisa nuk i fal 5 kohët e namazit, vallahi nuk i ka falendëron Allah. Edhe nëse pretendon që i ka falendëron. Edhe nëse gjuha jote vazhdimisht thot elhamdulillah, elhamdulillah, nuk nalet. Në çast e në minut nuk i ka falendëron, nga se Allah i lartësuar ka kërkuar nga ti dhe nga unë që ta falenderojmë Allahun duke e fal namazin. Kjo është mënyra që duhet ne mi falendëroj Allahun e lartësuar. Kjo është mënyra që ne duhet mi falendëroj Allahun e lartësuar, duke e fal namazin. Nuk mjafton namazi xumas. Fillimi është namazi xumas. Duhet vazhdosh 5 kohët e namazit, vallahi janë të lehta. Vallahi, në Allahun e madh bëj që janë të lehta për ato që Allah i lartësuar ja lehtëson. Vesh një ditë a dy, duhesh me bëu pak përpjekje dhe të mësohet trupi. Nuk trin trupi pa namaz, e kërkon shpirti se është ushqimi i zemrës dhe i shpirtit. Andaj, nëse këto begati ne i kemi përdor në gjëra ndaj Allahut të lartësuar. Qysh i bën mi përdor në gjëra ndaj Allahut të lartësuar? Pasurinë e ke shpenzuar në haram. Kjo është mi përdor begatin në gjëra ndaj Allahut të lartësuar. Syt të cilët Allah i lartësuar ti ka dhënë, ke shiku përmes këtyre dy syve, kësaj begatie madhështore, ke shiku pamje të ndaluara. Apo veshët ki dëgju gjëra të ndaluara. Apo me gjuhën ki fol gjëra të ndaluara. Ki fy, ki përgoju, ki mallku, ki ofendu, gjitha gjunahet që rrjedhin nga gjuha. Me dorën ki kap diçka haram, ki vjedh, ki hap për shvet, ki mashtru. Kjo është përdorim në haram. Allah i lartësuar sahabët i tregon që edhe pse kanë bërë gjuna, edhe kanë bërë shkelje madhe, mi refuzu urdhrin e Allahut dhe të dërguarit e tij, thot wala qad afa ankum, Allah i lartësuar ja u ka fal ju gabimin. Allah i lartësuar e ka mëshirën e tij të madhe. Kërkon nga te dhe nga unë që kur bijmë në gjuna, mos të vazhdojmë në gjuna me krye necsi, me këmbgulje, me kokëforci. Mirë po, kërkojmë falje tek Allah i lartësuar dhe të kërkojmë ndihmë tek Allah i lartësuar, të kthehemi tek ai. Dhe të na ndihmoj që këto begati që i kena prej tij, na ndihmoj që ta falenderojmë dhe t'i vendosim në përdorim dhe në shërbim të fesë dhe kënaqësisë së Allahut të lartësuar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wallah na jepteni në këtë botë dhe në botën tjetër na ruaj nga dënimi i zjarrit. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'a naqmatik wa jami'i sakhatik. Wallah ty të lutemi të mos në i marrësh begatit tuja ndaj nesh befas me ndonjë fatkeqësi. Të na ruash ato, të na ruash nga sprovat që na godasin befas. O Allah, ty të lutemi, të na ndihmosh që të përmendim ashtu siç ti e meriton, të falenderojmë dhe të adhurojmë siç është më së miri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.